Përshëndetje dhe mirë se erdhët të dashur kripër në letra të rëfenj. Jam Diana, për ata që nuk e din dhe të bëjmë leximin personal, leximin në përgjithësi për gjitha kreprit për javën që vjen. Akrepi ky lexim ka një vijë shumë të bukur, sepse fillon me 6 shkopive, pra me një rezultat pozitiv, vlerësim ose diçka që shkon në favorin tuaj. Pastaj kemi faqe të shpatës që sjell informacion, komunikim dhe vëzhgim. Pastaj mbretëresha e kupës që e çon historinë drejt ndjenjave dhe gjysmën e dytë kemi letra goxha të bukura duke vazhduar. Por këtu kemi 2 tema shumë të forta. Në punë dhe ekonomi po shoh rezultat, informacion të ri dhe një mundësi që kërkon punë serioze. Në dashuri letrat janë akoma më të forta, do thotë nëse i marrim për punë janë të mira, të bukura, rezultate, por që për dashuri janë akoma të forta. Tregojnë komunikim, ndjenja, zgjedhje mes dy njerëzve dhe një kthes që mund të ndryshojë situatën nga ajo që është sot. Po fillojmë pra me 6 të shkopive. Ja fillon me një lloj fitore të vogël ose konfirmimi. Në punë dhe në ekonomi mund të merrni një përgjigje pozitive për diçka që keni kërkuar. Mund të jetë një aplikim, intervistë, projekt, klient, pagesë, rezultat, miratim, ose thjesht fakti që puna juaj po vihet të re tashmë. Për dikë mund të jetë shumë konkrete. Keni konkuruar me njerëz të tjerë dhe ju zgjedhin juve. Po flasim gjithmonë vetëm për punë. Keni bërë një punë dhe dikush më në fund po ju vlerëson për punën që keni bërë. Nëse keni biznes ose punoni me publikun, mund të ketë më shumë interes, klient ose reagime pozitive. Por 6 të shkopive ka edhe një detaj, vëmendjen e njerëzve. Pra mund të bëheni më të dukshëm këtë javë, të dukeni më shumë, të ju vlerësojnë më shumë. Dhe jo çdo njeri që ju shikon po ju admiron. Dikush thjesht ju shikon ndoshta për pamjen që keni, për karakterin që keni, apo dikush vetëm për punën që bëni. Këtë do ta shohim menjëherë pas faqe të shpatës që është page. Faqe e shpatës, që mos t'i ngatroj. Kjo tani në dashuri 6 shkopive, të marrë dhe këtë se nuk e bëra për dashuri, më falni, tregon vëmendje. Dikush mund t'ju kërkoj, t'ju shkruaj, t'ju bëj kompliment, të përpiqet të afrohet ose t'ju tregoj më hapur interesin e tyre. Në një marrëdhënie ekzistuese, partneri mund t'ju jap më shumë vëmendje ose mund të ketë një moment ku ndjeni përsëri të dëshiruar nga ai apo ajo. Për beqarët, kjo është shumë interesante sepse letra tjetër është faqe e shpatës dhe aty kemi dikë që nuk po ju humbet nga sytë. Dhe vazhdojmë me faqen e shpatës të dashur krepër. Nëse marrim këtë letër për punë, dikush mund t'ju kontaktoj për më shumë informacion. Mund të vinë emaile, telefonata, dokumente, pyetje ose një bisedë që hapi një mundësi tjetër. Nëse keni aplikuar për punë të dashur krepër, mund t'ju kërkojnë intervistë ose dokument shtesë. Nëse jeni në një vend pune, mund të ketë biseda rreth një ndryshimi që ende nuk është bërë zyrtar. Prandaj mos u bazoni shumë te kam dëgjuar që, por gjërat konkrete. Faqe e shpatës e do informacionin, për ndonjëherë sjell edhe thashë thëmë. Prisni faktin pra. Në dashuri, nëse marrim për dashuri këtë letër, është klasike për dikë që është kurioz për ty. Mund t'ju shikoj në rrjetet sociale, mund të pyes për ju, të interesohet, mund të lexoj mesazhin dhe të mendoj 40 minuta çfarë t'ju përgjigjet, ta them kështu. Mund të ketë edhe dikush me të cilin komunikimi ka qenë i ndërprer dhe që po mendon të rikthehet. Por vetëm
faqe e shpatës nuk do të mjaftonte për të thënë se ka ndjenja. Problemi është se problemi, ose bukura, pas këtij vjen mbretëresha e Kupës. Dhe aty situata bëhet shumë më personale, të dashura krepër. Këtu futen ndjenjat e vërteta në historinë juaj. Në punë dhe në ekonomi, nëse marrim mbretëreshën e Kupës, mund të përfaqësoj një grua që ju ndihmon, ju këshillon ose sillet mirë me ju. Mund të jetë kolege, kliente, drejtuese ose dikush që kupton situatën e juaj. Vetëm të ratohem pak në karrigën time se jam sikur keq, sekondë. Ashtu dhe me që lidhet gjithashtu me punë, ku duhet të kuptoni njerëzit, klient, fëmijë, kujdes, shërbime, art, komunikim ose punë kreative. Po këtu do t'ju thosha një gjë praktike. Mos merrni vendime financiare vetëm sepse ju vjen keq për dikë. Nëse dikush kërkon para, hua, ndihmë ose ju propozon diçka, zemra është e mirë, por kontrolloni edhe numrat apo faktet. Në dashuri, mbretëresha e Kupës është shumë më e fortë. Këtu dikush ndjen. Në një marrëdhënie ekzistuese mund të ketë një bisedë më të butë pas një periudhe ku njëri për jush nuk ka thënë shumë gjëra, nuk ka treguar, por disa mund të ketë një rrëfim. Ka menduar për ty, më ke munguar, dua të flasim me kështu me radhë. Për beqarët, kjo letër thot dikush që fillimisht del te faqe e shpatës, si person që shikon, pyet ose komunikon me kujdes, mund të ketë më shumë ndjenje se sa po tregon. Pra, se lëviza dhe kamerën unë, ashtu dhe. Më shumë se që po tregon. Dhe tani të shohim letrën e 4, The Lovers. Ta shikosh si letër, është e bukur, 2 veta në një anije të dashuruar. Pra, mbretëresha e Kupës nuk qëndron vetëm. Këtu dua të them, dhe kjo është ajo kleçka. Kjo letër është shumë e fortë për dashurinë, por nuk dua ta kufizoj vetëm aty, sepse The Lovers është edhe zgjedhje, edhe marrëveshje mes 2 palëve. Nëse shikojmë për punë të dashura krepi, mund të keni 2 alternativa. 2 mënyra për ta vëzhguar apo vazhduar. Ose mund të hyni në një partneritet ku duhet të vendosni nëse kushtet ju përshtaten. 6 shpatës, 6 të shkupive dhe faqesh e shpatës dhe të dashuruarit mund të tregojnë edhe se pas një përgjigje pozitive vjen një bisedë dhe pastaj duhet të merrni vendim. Pra, mos u habitni nëse këtë javë nuk merrni vetëm një mundësi, mund t'ju duhen të zgjidhni, do të thotë disa mundësi. Nëse këtë letër marrim dashuri, këtu kemi një lidhje shumë të qartë mes 2 njerëzve, por çiftet mund të jetë një vendim që merret bashkë. Për dikë që ka pasur probleme në marrëdhënie, mund të vijë momenti. Mirë, çfarë bëjmë tani? Apo tani e tutje. Dhe kjo mund të çojë në afrim. Për beqarët kemi mundësi reale për një njohje ku tërheqja është reciproke. Por mund të ketë edhe një zgjidhje. Do thotë, për disa krep mund të jenë 2 persona, ose një person i ri dhe një person nga e kaluara. Dhe nuk do të përjashtoja të kaluarën, sepse rrota e fatit këtu që vjen më pas mund të rikthejë një situatë që mendonit se kishte kaluar. Rrota e fatit është, kjo është kthesa e javës, ta them ashtu, kthesa e javës dhe diçka ndryshon dhe jo domosdoshmërisht sepse ju e kishit planifikuar. Në punë, një situatë që dukej e bllokuar, mund të lirohet një vend pune, do të lëviz papritur, mund të kontaktoj dikush, mund të ndryshoj një vendim, mund të dalë një mundësi që nuk ishte në plan. Në ekonomi mund të vijë një pagesë, mundësi ose ndryshim që ju favorizon. Por unë nuk do ta lexoja rrotën e fatit si para të leta, ta them kështu, sepse letra e fundit është 8 të monedhës.
Pra, fati mund t'ju hap derën, është do të thotë një energji e bukur e fati që do kontriboj që ju të keni sukses të vazhdoni, por dhe që mund të ndryshoj shpejt situatën. Mund të jetë një person që që nuk komunikonte, mund të komunikoj, një njohje mund të ecë më shpejt se sa mendonit, një takim rastësor mund të sjellë diçka më interesante, për këtu ka një dallim të rëndësishëm. Rikthimi nuk do të thotë automatikisht ribashkim. Nëse kthehet dikush që ju ka sjellë të njëjtin problem 5 herë, mos e quani herën e 6 fat, të dashur akrepër. Dhe pikërisht këtë kontrollon në 8 të monedhës. Shikoni, janë duke punuar 8 të monedhës, kjo letër e mbyll shumë bukur gjithë leximin sepse thot, ajo që vjen mund të zhvillohet, por kërkon vazhdimsi. Në punë dhe ekonomi, është një nga letrat më të mira për të ndërtuar diçka që do japë rezultatet e veta. Mund të filloni punë të re, mund të merrni trajnim, mund të mësoni diçka, mund të zhvilloni biznes, projekt ose aftësi që më vonë sjell më shumë të ardhura të dashur akrepër. Në fillim merrni vlerësim ose mundësi, ndërsa në fund duhet të tregoni se mund ta mbani atë nivel. Pra mund të merrni vendin e punës, pastaj fillon puna e vërtetë. Mund të jetë që të merrni klientin, pastaj duhet ta mbani dhe kështu, në atë kuptim. Mund të hapet mundësi, pastaj duhet ta zhvilloni. Në dashuri, kjo letër më pëlqen jashtëzakonisht pas të dashuruarve dhe rrotës së fatit, sepse këtu nuk kemi vetëm kimi dhe emocion, kemi dikë që investon kohë dhe përpjekje. Në një marrëdhënie mund të punohet konkretisht mbi diçka që ka qenë ndoshta problem, më shumë komunikim, më shumë kohë bashkë, ndryshim sjellje, plane që zbatohen, jo vetëm diskutohen. Për një lidhje të re, shikoni pikërisht këtë. A ju kërkon më rregullisht, a mban fjalën, a organizon takim, a bën përpjekje. Pra, sepse faqe e shpatës mund t'ju shikoj gjithë ditën në Instagram. 8 të monedhës qohet dhe bën diçka, do të thotë konkretisht veprime. Ky është ndryshimi pra i 2 letrave. Si t'i lidhim që të gjashtat të dashur? Akrepi hyn pra në një javë me 6 të shkopive, diçka që ju favorizon, ju sjell vëmendje ose një rezultat pozitiv. Pastaj faqe e shpatës sjell informacion, kontakt ose dikë që po interesohet për atë që bëni. Mbretëresha e kupës tregon se pas komunikimit ka edhe emocion ose një person që ju afrohet me mirë kuptim. Dhe pastaj vjen kombinimi më i fortë. Të dashuruarit, rrota e fatit dhe 8 të monedhës. Në punë dhe ekonomi mund të merrni një mundësi ose përgjigje pozitive, të përballeni me një zgjedhje dhe më pas të hapet një drejtim që kërkon angazhim serioz nga ju. Këtu ka potencial shumë të madh të dashur, por jo përmes rastësisë. Mundësia vjen kur ju atë mundësi e ktheni në rezultat. Në dashuri situata shumë e fortë, dikush mund të jetë duke ju vëzhguar ose menduar, komunikimi mund të shtohet sepse dhe mbretëresha e kupës e tregon se nuk është domosdoshmërisht interes sipërfaqësor. Të dashuruarit sjell lidhje ose zgjedhje, rrota e fatit ndryshon situatën dhe 8 të monedhës tregon çfarë duhet të ndodhë që kjo të vlejë. Përpjekje reale nga të dy është ajo. Pra, për akrepin java nuk duket si javë ku vetëm mendoni çfarë do të ndodhë. Ka shumë mundësi që të ndodhë diçka që ju jep informacionin nevojshëm për të kuptuar ku po shkon në një situatë, si në punë, ashtu dhe në dashuri, të dashur akrepër.